Ferma VIP. Po. U dha edicioni parë vjet, tani po jepet, ka filluar edicioni dytë. Si ju duket? Shumë mirë, pozitiv. Duket vetëm produksioni duhet i bëjë një vërejtje që na ato çupa tash në ferm nuk vihet me brek për jashtë. Në ferm vihet vishje sportive dhe vetë se i thon ferm, se i thon ferm. Atje këtë bësh me qeni, këtë bësh me delen, këtë bësh me lopën, këtë bësh me djata. Ata çunat janë shumë të mirë të tërë, edhe çupat. Jo se s'janë të këqija, të mira janë. Po veshja s'më pëlqen tani në ferm jetë më vesh mua ashtu. Nuk vetëm në ballo tani, na ishin e dim, jemi shqiptarë dhe në gjithë botën, ferma është ferm. Duhet të jesh veshur sportive. Ama të shijon më shumë kur të serviret një ushqim ferme në atë formë. Jo, atë emision ferm e vlerësoj, po e kam dhe këtë vërejtje kam, këtë do më qaj, uniforma nuk është puna për gjithë, se qilje ka vetëm vendor, dalë si të doj sot, hedhe fostani kokë nuk pjetë. Në ferm është ferm, punohet me të gjithë, edhe atje nuk do të zjerë shalët i ato, të zjerë këto, që të vjetë, vishë sportive.